Me rastin e ditës së çlirimit të Kosovës, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë bërë homazhe në kompleksin memorial në Prekaz. Haxhiu u shpreh se nuk ka 12 qershor pa marsin e vitit 1998 dhe nuk ka 12 qershor pa qëndresën e komandantit legjendar Adem Jashari, Hamzës Shabanit dhe të mbi 50 antarëve të familjes Jashari, të cilët ranë dhe nuk u dorëzuan asnjëherë. E kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se edhe si vjet me 12 qershor janë në Prekaz si krerë të institucioneve, të cilin e quajti kryeqytet të kryengritjes bashkohore të popullit shqiptar, që shënon edhe vendin e epopejës së UÇK-s. Kurti u shpreh se duke u kthyer në Prekaz e duke përkujtuar flijimin e Jasharëve, më së miri i qëndrojnë besnik çlirimit dhe emancipimit, pavarësisë dhe bashkimit, si dhe zhvillimit e progresit. Përveç Prekazit, 2 krerët institucional kanë bërë homazhe edhe tek varri i presidentit historik Ibrahim Rugova, tek varri i veprimtarit politik Adem Demaçi, si dhe tek monumenti i heroit të kombit Zahir Pajaziti. Sot shënohen 27 vjet nga hyrja e forcave të NATO-s në Kosovë, një moment historik që konsiderohet si pikë kthese për vendin dhe rajonin. Me këtë rast, ambasada amerikane në Kosovë ka vlerësuar rolin e Aleancës Veriatlantike në krijimin e kushteve për paqe, siguri dhe stabilitet pas përfundimit të luftës në Kosovë. Nderojmë qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës dhe riafirmojmë përkushtimin tonë të përbashkët për paqe, stabilitet dhe prosperitet, thuhet në mesazhin e ambasadës amerikane. Hyrja e trupave të NATO-s me 12 qershor 1999 shënoi fundin e konfliktit dhe fillimin e një periudhe të re për Kosovën, duke hapur rrugën për ndërtimin e institucioneve demokratike dhe forcimin e sigurisë në vend. Mbrëm ka ndruar jetë një nga ish-komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Sahit Jashari, nga Prekazi i Skënderajt. Jashari ishte një ndër bashkëluftëtarët e parë të komandantit të UÇK-s Adem Jashari. Në nderim të Sahit Jasharit, në Skënderaj sot do të mbahen një sër aktivitetesh. Fillimisht homazhet pranë arkivolit do të nisin nga ora 11:30, ndërkaq më pas nga ora 14 do të mbahet edhe një mbledhje komemorative në palestrën Ilaz Kodra në Skënderaj. Varrimi të ndjerit do të bëhet në varrezat e lagjes Jashari në Prekaz. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është shprehur optimist për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Kështu u shpreh Kurti pasi bëri homazhe të premten pranë monumentit të heroit Zahir Pajaziti për nder të 27 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Ndërkaq, për zgjedhjen e presidentit, ai tha se do të vazhdoj komunikimin dhe bashkëpunimin me partitë e tjera parlamentare, por sipas tij, të njëjtat duhet të jenë konstruktive. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit e nxjerrin lëvizjen vetëvendosje si forcën e parë politike në vend me rreth 42.9% të votave, që aktualisht përkthehen në 48 ulse në kuvendin e Kosovës. NATO ka paralajmëruar zvogëlimin e numrit të ushtarëve në Kosovë, duke argumentuar se situata e sigurisë në vend po përmirësohet vazhdimisht. Vendimi për reduktimin e trupave të KFOR-it vjen pas një shqyrtimi të plotë dhe një vlerësimi të bazuar në inteligjencë të situatës së sigurisë. Ndërsa siguria në Kosovë mbetet përgjithsisht e qëndrueshme, NATO do të optimizojë praninë e KFOR-it në Kosovë dhe do të përshtatë gradualisht nivelin aktual të forcës së tij gjatë vitit të ardhshëm, thuhet në komunikatën e Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë. Në komunikat rikujtohet se numri i ushtarëve të KFOR-it është përshtatur vazhdimisht në përputhje me rrethanat në terren. Megjithatë, pas dhunës në veri të Kosovës në vitin 2023, ky numër u rrit me afro 1000 trupa shtesë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Esmail Bagai ka thënë se pretendimet lidhur me një marrëveshje të mundshme mes Iranit dhe SBA-s janë spekulative dhe asgjë nuk është finalizuar.
Bagai ka folur për televizionin shtetëror iranian pak pasi që presidenti i SBA-s Donald Trump tha se marrëveshja pritet të nënshkruhet shumë shpejt, transmeton BBC. Bagai ka thënë se pjesa më e madhe e tekstit tashmë është finalizuar, por thotë se SBA-ja po bën kërkesa të tepruara dhe po shton kërkesa të reja. Megjithatë, presidenti amerikan ka thënë se sapo kanë arritur një zgjidhje për luftën me Iranin dhe se së shpejti do të ketë edhe nënshkrim të marrëveshjes. Duke folur në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se janë në proces të finalizimit të dokumenteve.